Nëse ti jeton në Shqipëri, nëse ti je në moshën që ke të drejtë të votosh, ti ke një detyrë jashtëzakonisht të madhe dhe një privilegj jashtëzakonisht të madhe në këto zgjedhje që të shkosh që ta hedhësh votën tate për atë që ti beson dhe jo për atë që ti imponohesh të zgjedhësh ose të votosh. Ne jemi njerëz me një shpirt madh, ne vujmë, rrëptohemi për ata që nuk na dinë, për ata që na mohojnë edhe kontributin që na japin për ta. Edhe e di që shumica jonë në këto zgjedhja do shkruaj ta hedh votën jo atje ku beson, po atje ku mendon se është i detyruar të votojë. Edhe unë nuk kam fuqi të dalë kundër vullnetit tuaj, të përgjysmuar të prangos. Është vullnet në pranga ky. Jemi shumë të imponuar nga shpirti mirë dhe horizonti i vogël që kemi. Vëllezër e motra, unë nuk u flas juve që e keni vendos që edhe sikur në fund të hanit të varroset Shqipëria, të gërmisës Shqipëria, do votoni për atë që ju doni. Unë nuk flas për ato turma që elektrizohen kur shohin pikrisht atë njeri që ka shkatru vendin tonë, atë njeri që shkatroi ushtrinë, atë njeri që shkatroi çdo gjë që kishim ndërtuar për 50 vjet. Atë njeri që armiqve tanë shekullor ua hoqi blokaden edhe u i falte naft kur vriste fëmijë e gra e pleqë pa fajshëm në Srebrenicë. Unë nuk mundëm të flas me ata që kanë vendos e elektrizohen kur shohin pikrisht këtë njeri që ka paguajt $6 milion për të heqë pesliqet që ka për sipër edhe akoma si është heqë. Pra një person që do të na çonte me domos akoma edhe më thellë në gëmbinën ku jemi e ku po rrokullisemi, ku në ka qu ky straga i gjatë Edi Rama për kaq kohë që është në qeverisë të vendit. Vëllezër e motra, unë nuk po flas për ata që kanë vendos të votojnë për një klysh kurve që u thotë grave, motrave, nonëve tona që burrët e ju janë çrik, që baballaret e fëmijëve të tu janë çrik, që meshkujt shqiptar janë çrik, por unë këtu jam, krye çriku për të cilën ju do të votoni. Unë nuk e di se nuk jetoj në shpirtin një femre, por nuk mendoj që një femër me dinjitet, ashtu sikur se një mashkull me dinjitet, do të pranonte një maskara e një klysh kurve të thoshte që burrët e juj, baballaret e fëmijëve të juj, prindrit e juj meshkuj që kanë sjellë në jetë kanë qenë çryk, që çryk ka qenë Ismail Kadare, që çryk pas ka qenë Skënderbeu, që çryk pas ka qenë Ismail Qermali e Isa Boletini, pra që çryk që ka ky klysh kurve që do votën e juj. Ai mashkull që do të votonte për njëri që do të thoshte që gruaja jote është kurv, është shplame, është idiote, është trashanike, ai nuk është njëri. Ajo femër që do të pranonte një klysh kurve, që të thoshte që burri jot
është një çrik, edhe meshkujt shqiptar janë çrik. Mos votoni për burra, për partinë kundërshtare që ka më shumë meshkuj se duket, por votoni për gra, kur ai kryshkurve është mashkull. Unë nuk votoj, nuk ju po thirrje këtyre njerëzve që myllin sytë dhe pranojnë çdo gjë. Mjaft që ajo parti që ta duam në zemër, edhe pse ju a ka mataru nënën, tash sa vjet, ata për atë parti do të votojnë. Unë vlezër e motra, flas me ty, o njeri, që ti për para çdo gjoje ke një ideal të madhe, do vendin tate, do Shqipërinë, edhe unë e di sa shumë e më sa pasion. Ne duam të ardhmen në vendit tonë, e shoh gjithë Shqipërinë. Kur një kombëtar e futbolli los në futboll, qoftë kombëtarja jonë, qoftë përfaqësuesja e shtetit tonë, vlla apo motër, si mund ta quajmë Kosova, kur lozin këto, se si elektrizohet gjithë kombi, ne duam Shqipërinë. Ne jemi adhetar, ne jemi patriot, ne jemi të shkëtruar, ne jemi të rënuar, por ne duam vendin tonë, ne duam të ardhmen e fëmijëve tonë, ne duam dinjitetin e popullit tonë. Për ty, që don këtë dhe s'ke lidhje me asnjë parti, ti sot ke një shans të madhe dhe vetëm që na vjen rrallë, që nesër pas nesër ti je krenar me veten, që ti nuk kontribove me një nga këto dy qeverit, me falni për shprehjen, shkërllata që kemi në krye, që ti nuk je me faj, që solla pikërisht këto forca të errëta, që njoni lidhet me Beogradin, edhe do Beogradin më shumë se sa Kosovën e Mitrovicën, e tjetri lidhet me ata kryshkurve që vetë ka thonë që më kanë vrarë 6 ushtar në Kofi Beleri, e kush krysht e Belerit e bën pakte me këta. Askush për tyre nuk është interesuar për Shqipërinë tonë, për ju, për ty, për mu, popullim i thjesht. Por ne kemi sot të vetmi njëri që me çdo kusht duhet me çdo kusht të votojmë, të fusim këtë parti në parlament, edhe atë që drejtojnë këtë parti, pra Lena Kocaqin. Edhe njëherë vlezër e motra, unë jam në Amerikë, s'kam as një lidhje as me partinë e Kocaqit, as me Kocaqin. Unë kam lidhje shpirtërore me kombin tim, që ka rënë që në Pellazgji, e që duhet jetoj edhe 15.000 vjetë të tjera aty ku është në Ballkan, po jo më këto kryshkurve që drejtojnë dy partitë kryesore, që duan ta zbrazin sa më parë Shqipërinë, e t'ja falin atyre që do të vinë në Ballkan, ta nxinë të përnxinë me Bangladeshës e me Afrikanë, që t'ja japin dhuratë Serbisë e Greqisë atë sopë Shqipëri që në kanë ngel. Nuk është nevoja që juve t'ju tregoj sa mi gjoka kush është Elena Kocaqi, kemi kaq vite, kemi dekata që dëgjojmë që asaj dhem Shqipëria, që ajo krenohet me popullin tonë, dhe pse ne nuk e meritojmë, sepse ne jemi fuqi që kemi ndërtu perendoria në kanë botës, por kemi shkatru vatrën tonë, edhe vazhdojmë të shkatrojmë. Vlezër e motra, ju që nuk jeni, si e thonë, të marros mas njërës partia po tjetrës, edhe që luhatëni për këtë do të votoni, ju lutëm vlezër e motra, votoni për atë parti dhe për atë person që ka dëshmu për kaq kohë, që është në krahun tonë, që e sulmojnë nga gjithë krahët armiqt shekullor të Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe klyshët e tyre, dhemjet e zgjepët që janë brenda nesh. Pra, ju lutem, votoni për fëmijët e juj, për familjet e juj,
për tokën tonë, për kombin tonë, për të ardhmen tonë. Elena Kocaqi, me aso pa votën e juj, nuk do t'jetë forcë vendimtare në parlament. Ajo do marrë shumë pak vota, po neve na intereson që ajo të hyjë në parlament, që ta kemi një zë që ngrihet, e flet, e kundërshton çdo lloj plani e pakti armiqësor që bëhet Shqipërisë e shqiptarëve në Ballkan, edhe sidomos Kosovës tonë, ku akoma i ka plagët e pashërume. Edhe pikërisht në ato plagët të pashërume janë kasulën ato dhëmbët ziliqar e grabitqar, shovanistëve sërb. Kosova nuk mbrohet vetëm me Prishtinën, që Prishtina me Albin Kurtin të paktën po bën një punë kolosale, atë punë që nisi Jashari me shok, gjaku i ushtarëve të UÇK-s, por që askush nuk e ka çu përpara ata gjend, që ta forcoj Kosovën më shumë se Kurti. Shpresoj që Kurti të vi prap e të jetë kryeministri i vendit, e në qoftë se jo, uroj që kushdo që të vjerë të mos bëj punën e serbëve, siç ka bëj qeveria shqiptare e këtij, si thon Allçakut, Çrykut, që ne kemi ushtar Serbisë kryeministër. Thrisni zemrës, pregni shpirtin e juaj, edhe mendoni kujt ton ju duhet ja jepni votën këtë radhë. I jepni Shqipërisë, i jepni një zëri tjetër që mund t'i kundërshtoj ata që në shkelin me kom interesat të tona. Votoni vëllezër e motra, ju që nuk keni vendosur për këtë, votoni për partinë e Kocaqit dhe Kocaqin, e për ju mënsakët e mi nuk guxoj të bëj dot thirrje, por unë nuk them që ju bëni gabim në qoftë se votoni për Kocaqin edhe partinë e Kocaqit, për arsye se vajza jon, nusja e katundit ton, Manjola Luku, ka hyrë në parlament me apo pa votën e juaj. Pra ju lutem, votoni për Elena Kocaqin, sepse votoni për Shqipërinë tonë. Sami Gjoka ju përshëndet.